Fillimisht, si mandat, Agencija e ka ta përkrah qeverinë në hartimin e strategjisë. Do të ne fillimisht nuk e mund as shumë ta kryejmë ushtrimin tonë sepse si proces është zhvilluar në mënyrë goxha të pavarur, do të nuk kemi pasur pjesëmarrje shumë direkte në të. E pastaj ligji parashit që me aprovimin e saj ne të monitorojmë zbatimin. Strategjia Kosova fatkeqësisht ka shumë vite që s'ka një strategji. Po besoj që kjo ka kontribu në mos realizimin e sukseseve që kishim mujt me pas. Nëse kishim pas të qartë rrugën se ku orientohen burimet tona edhe financiare edhe strategjike, do të kemi një mospasja e strategjisë është një farë forme një punë pa e pas orientimin, pa busull. Ne mund të shkojmë rrugën e duhur, po mund t'ja huqim rrugën së duhur, sepse nuk e dim nga po shkojmë. Secili mision është e vërtet, sepse kam dëgjuar arsyetime që secili mision ka mandatin e vet, nëse realizon mandatin, atëherë realizon objektivat e tjera, po besoj që vet kërkesa ligjore për të pasur një strategji të tillë, vet kërkesa edhe nga konventa kundër korrupsionit e Kombit Bashkuar që të ketë një politikë shtetërore kundër korrupsionit, edhe ku themelon institucionet për luftimin e korrupsionit, duke përfshirë edhe institucionin jon pashit në konventin kundër korrupsion, është edhe pasja e prokurisë specializuar kundër korrupsion, edhe sistemi gjyqësor specializuar kundër korrupsion, janë, do thotë, ata që i kanë menduar me siguri që kanë menduar që janë të domosdoshme. Edhe po besoj që janë të domosdoshme. Ne si besojmë që një pasura e një strategjie, po besoj që në qoftë se ne tashmë e përmenda në fillim që jemi mirë në aspektin rajonal, po besoj që kishim pasur më shumë sukses në kryerjen edhe në koordinimin e përpjekjeve tona si agjenci, si institucione tjera, prokurie dhe gjyqësor, në mënyrë që rezultatet jetë më i prekshëm. Edhe pastaj ky zotim edhe të raportohet, të ditë nëse agjencia detyrat e saj nuk e ka kryer, duhet të ditë ku është problemi. Pastaj ti alokon edhe resurset bile se nganjëherë identifikojmë probleme, por mos alokimi i resurseve nuk i ndihmon institucionit ta kryejë punën e vet në mënyrë, nëse është probleme me prokurorinë e nuk ka prokuror mjaftueshëm, ne duhet t'i ofrojmë prokurorët dhe trajnim në mënyrë që ata të jenë suksesshëm. Njëjtë edhe me agjencinë, nëse ne s'kemi zyrtar mjaftueshëm, mos kemi kapacitete teknike për të hetuar raste komplekse, ne duhet na ofrojnë ato qoftë duke para pa dhe me strategji, pastaj me krijimin e kornizës afast mesme të buxhetit të Kosovës, që ne të kemi don puna jonë teoritohet me strategji. Mos pas strategjisë është një strategji për të dështuar më shumë, zakonisht. E pas strategjisë, nëse është e mirë, atëherë besoj që rezultatet janë më të prekshme edhe publiku do të jetë më i kënaqur me punën e institucioneve nëse kemi dokumente të tillë, sepse i paraqet ai dokument edhe pritshmëritë, do të kanalizon atë pritshmëritë e publikut. Objektivat e qarta, objektivat e qarta, po besoj që ç'është më e rëndësishme është që vetëm ketë një strategji, po të jetë një strategji me të vërtetë strategji,